Mbrëmjen e djeshme në Big Brother VIP 4 u komentua një deklaratë e Kellit se ekzistonte një video ku Rozana Radi kishte bërë një sherr shumë të madh në një tjetër reality show. Si duket, ai po I referoi një konflikti mes Rozana Radit dhe Rezarta Shkurtës. Lidhur me këtë ka reaguar kjo e fundit, e cila me anë të një postimi në Instastory sqaron një herë mirë situatën dhe marrëdhënien e saj me Rozana Radit. Më keni shkruar kaq shumë dje. E vërteta, me pak fjalë, unë dhe Rozana, rreth vitit 2008, kemi qenë në një show së bashku. Në atë program, kemi pasur një konflikt shumë të vogël, për të qenë të sinqert, ishte një debat pa asnjë rëndësi, sidomos krahasuar me ato që shihni sot në Big Brother. Tema e konfliktit? Thjesht, t'i bëjmë pastat me salcë apo me domate të freskëta. Ishte dita e 10 të e shot fjalë vajzash të reja, pa asnjë pasojë serioze. Pra, video dhune që përmendet nuk është e vërtetë, sepse diçka e tillë nuk ka ndodhur kurrë. Rreth 4 vite më vonë, afërsisht në 2012, kam pasur një tjetër konflikt me Rozanën, edhe këtë herë për arsye profesionale, jo për dashuriçka, siç është përfolur nëpër portale. Po, kemi qenë të reja dhe si atëherë, edhe sot, shumë gjëra bëhen për të krijuar zhurmën që, fatkeqësisht, është gjithmonë e nevojshme në botën e showbizit. E vërteta është që, pas kaq shumë vitesh, ato konflikte pa asnjë temë serioze, besoj se janë të harruara si për mua, ashtu edhe për Rozanën. Rozana nuk ka qenë asnjëherë mike e imja, por, në të njëjtën kohë, asnjëherë armike. Përkundrazi, në këtë Big Brother kam parë tek ajo një vajzë më të rritur dhe të ndryshuar për mirë. Le të kujtojmë se jeta reale ka më shumë vlerë se dramat televizive, shkruan Rezarta.